të ndëshëm, Allahu Azza wa Jall e tregon se është një grup njerëz të cilët e flasin të vërtetën, dhe pejgamberi Allahut këtë grup e ka quajtur pala ndihmuar, e prej nga ndihmuar, pala ndihmuar vetëm prej Allahut Azza wa Jall. Pra ata mos lip mbështetje, mos mbështet të askush, vetëm te Allahu jot. Mos lip për karaje, vetëm prej Zotit tanë. Mos lip ndim, vetëm prej Zotit tanë. Nga se pejgamberi Allahu tha mos harroni se një grup njerëz kanë me rezistuan, kanë me folën, kanë me vepruan, dhe nuk ka mundësi ti dëmton këta njerëz, as tradhtia tradhtarëve, as zgënjimi zgënjetarëve, deri të vjen në caktimi Allahut Azza wa Jall. Këtë nuk i dëmton. Nuk dëmton tije nëse flet, nuk dëmton tije nëse të vepron, dëmton tije nëse hesh, dëmton tije nëse pajtosh, dëmton tije nëse i ndihmon në padrejtsinë e tyre vëllezër të ndershëm.